Po, dhe thënë këtë, pra, do duhet bërë më shumë për të kuptuar pikërisht këtë sistem që thua ti që është 4 vjeçar në vetvete dhe shpjegove me shumë detaje. Thelbin e këtij sistemi që momentalisht edhe përmes këtij raporti arrim ta kuptojmë që nuk është kuptuar nga ndërkombëtarët, do duhet ta bëjë opozita këtë punë. Po thënë këtë, ne na duhet patjetër që në situata të tilla të bëjmë edhe krahasime, po themi me raportet e tjera apo jo, Anton, gjithsesi. Fakti që ka pika të tilla, për shembull, si përdorimi i burimeve shtetërore, pranohet që Partia Socialiste dhe shteti u bën një. Fakti që është evidentuar dështimi i SPAK, prokurorisë, policisë për parandaluar krimet zgjedhore, ndikimi i krimit organizuar dhe rrjeteve klienteliste, dhe kjo thuhet është një nga pikat që përmendet në këtë raport dhe kështu me radhë. Thënë këtë, ka një ndryshim, ka një informacion më të madh nga ndërkombëtar lidhur me atë çfarë ndodh me procesin zgjedhor në Shqipëri, duke e pranuar këtë pikë që ti thua, pra që nuk është aty ku duhet. Ka disa elementë mirë që ne kemi theksuar dhe më parë në gjithë raportet. Këto disa elementë të partisë shtetit pra vjen re dhe evidentohet. Po shikoni çfarë ndodh në një moment aty në atë raport. Nëse jeni pa, thuhet se opozita doli në protesta për shkak se lideri i opozitës u dënua me arrest me shtëpie dhe pastaj me detyrim paraqitje, ndërsa Ilir Meta, që është lideri i partisë dytë opozitare, me arrest me burr. Dhe me njerë pas asaj fjalës, opozita thot pretendonte që këto janë politike, arrestime politike, dhe me njerë pasaj thuhet që në shkurt u dënua Erion Veliaj me akuzën për korrupsion. Pra, bëhet një lloj balance, thua ti. Na sugjeron për të thënë që këto arrestime që ka bërë SPAK-u, këto masa arresti, sigurie nuk janë masa politike, po janë masa të drejtësisë, që nuk godasin vetëm në një krah, po godasin në dy krah. Është pikërisht skema që ka krijuar pushteti, për të krijuar idenë që këtu funksionon drejtësia me shembull, drejtësia është e verbër, godet në dy krah. Pra, nëse ka goditur opozitën, nuk ka qenë qëllimi vetvete që 3 liderët kryesorë të opozitës të jenë të gjithë në proces gjyqësor, në arrest, në burgas arrest shtëpi. Por ka qenë drejtësia që është e verbër dhe nuk ka asnjë dyshim që do të godas atje ku shef shkeli. Dhe si shembull për këtë na jep shembullin e Erion Veliaj. Në fakt, edhe kjo është një mungesë informacioni, një mungesë thellimi mbi situatën. Sepse ne e dim se çfarë ndodhi me Erion Veliaj. Ne e dim se kush dhe pse u arrestua Erion Veliaj. Ne e dim që arsyet e arrestimit të Erion Veliaj nuk kanë asnjë lidhje me korrupsionin në të vërtetë, sepse në çështjet për të cilat ai u akuzua, mbeti jashtë. Pra, ne e pam që të 5 D-ja që u hap, edhe i mbeti jashtë. Ne e pam të senatorët që u hap, që është një çështje e madhe, ai mbeti jashtë. Dhe pastaj papritur u arrestua me disa akuza që ne nuk kemi kuptuar akoma se ku është roli i tij. Me akuza që më shumë fajsojnë gruan e tij, flasim për çështje të modës, sesa për çështje të parave publike të Shqipërisë. Por ama, duke mos i ditur këto, raporti është zgjuar në një tablo të një vendi ku drejtësia është e verbër, atë tablo që ka pikturuar Edi Rama në stilin e tij për drejtësinë. Dhe kjo prapë është një çështje mungese informacioni, se nuk duhet të jap vetëm ato aspekte ku ata kanë bërë vërejtjet, sepse ato vërejtje janë të pamjaftueshme për të kuptuar rolin e gjithë institucioneve në zgjedhje. Pra, nëse ti e kupton këtë gjë, nëse ti e kupton që Veliaj në fakt ishte kurbani i fundit që Edi Rama bëri për krijuar imazhin e një drejtësie të pavarur që lufton korrupsionin në mënyrë të verbër, të një institucioni si SPAK-u, i cili më pas filloi të fitonte dhe zgjedhjet dhe një hetimi i pavarur që bën një institucion i pavarur si SPAK-u, doli që opozita bleu vota dhe prandaj humbi. Ne duhet kuptojmë që kjo është një mungesë informacioni e theksuar, është një mungesë thellimi, është një problem i cili lind për shkak edhe të përkohshmërisë së vëzhgimit, sepse vëzhgimi është i përkohshëm, nuk mund të jetë i prershëm, nuk mund të jetë 4 vjet vëzhgojnë në institucion ndërkombëtare. Dhe kjo është një rol që i takon më shumë opozitës, ose i takon
edhe shoqërisë civile edhe medias takon të gjithëve që të kuptohet mirë, që të shpjegohet mirë që në këtë sistem të partisë shtet, të gjitha institucionet, përfshirë Spagun, punojnë në shërbim të pushtetit të Edi Ramës, në shërbim të pushtetit të një njeriu. Dhe për këtë pastaj mënyra se si zgjidhet forma, se si e bukur se me cilën punojnë, nuk ka asnjë vlerë. Rëndësika që rezultati është i tillë, është i deformuar dhe gara është e pabarabartë. Thënë gjithë këta dhe një analizë shumë e qartë në fakt, cilat janë pritshmëritë ose cila është rëndësia e këtij momenti të informimit ndërkombëtar? Pra, rolin e kuptojmë, opozita, ajo pak shoqëri civile apo media që kanë mbetur me zërin kritik, por cila është rëndësia në vetvete? Ku çon kjo rrugë në këtë moment? Në këtë moment shumë të brisht për demokracinë në Shqipëri. Po pra, problemi mendoj unë është ky, që duhet të hyet më shpejt, duhet ndërhyet